Procesi i integrimit nuk janë ca ligjet miratuar e shkelë shkoj që qëndrojnë atje në letër, por është në vetvete standarde, norma, cilësi më e mirë e jetesës, është më shumë arsim, është shëndetësim e cilësi më të mirë, është siguri ushqimore në fund të ditës më e mirë. Këto nuk janë çështje të reja. Shqipëria nuk po i mëson sot dhe nuk po e kupton sot që i ka këto detyrime. Po më në fund e kuptoi qeveria shqiptare që jemi shumë larg këtyre standardeve. Ashtu që pranoi dhe kryeministri në javën e shkuar për sigurinë ushqimore, qeveria shqiptare ka kërkuar një periudhë ndërmjetme. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që edhe në qoftë se Shqipëria është gati për të bërë vend antar, i duhen shumë vite të tjera, 5 vite tha qeveria për ta plotësuar këtë kriter dhe këtë standard për sa i përket sigurisë ushqimore. Njëjta gjë ndodh me infrastrukturën, ka kërkuar përsëri periudhë të ndërmjetme, duhen të paktën 15 vite investime në infrastrukturë që të arrijnë standardet e BE-s. Ujësielës, kanalizimet, mjedisi, ekonomia duhet 1 dekadë, 10 vite për të plotësuar kriteret e BE-s për sa i përket ekonomisë. Janë rreth 15 periudha të tilla të ndërmjetme që ka qeveria shqiptare kërkuar Brukselit. Kjo nuk erdhi brenda ditës. Kjo nuk ishte një kërkesë brenda ditës, po ishte një kërkesë e vazhdueshme gjatë këtyre 12 viteve që qeveria shqiptare refuzoi që ta dëgjojë. Por nga ana tjetër, pasojat e kësaj po i vuajnë qytetarët shqiptar me më pak siguri ushqimore, më pak shëndetësi, me arsim e cilësi më dobët, me klasa që zbrazen. Në fund të ditës, Evropa nuk është në letra. Evropa është në cilësi, në standarde që fatkeqësisht nuk i kemi arritur e duket që nuk do i arrijmë